Ngrohja nga dielli dhe freskimi nga deti janë kënaqësia që secili do donte të shijonte përgjatë sezonit të verës. Uji si kristali dhe zhurma e detit janë qetësia shpirtërore që të fal vetëm jugu i Shqipërisë. Kësaj radhe, ju dërgojmë në njërin ndër fshatrat më të bukur të jugut shqiptar. Ky është Dhërmiu, vendi që ju bën të harroni çdo breng duke shijuar ato që ofron. Plazhet e këtushme mundësojnë që secili në mënyrën e vet të ndjejë kënaqësinë e verës. Këtu gjëja e parë dhe më e mira që mund të shijosh është ky ujë i mrekullueshëm, siç duket. Ky është një nga plazhet më të mira në Shqipëri. Unë kam mbledhur gjitha plazhet e Shqipërisë, mund të them. Ky është një nga ujet më të mira, një nga plazhet më të mira që ka Shqipëria. Po, buron është ujë buron nga burimet nëntoksore. Është ujë ftohtë bris, është perfekt. Po, qetësia, pastërtia është, siç e shikon, është duket dhe vetë. Gjithçka është perfekte, besoj. Dhërmiu mendoj që ka pas emër të veçantë edhe në sistemin komunist. Dhërmiu ka qenë një vend ku vetëm elita politike ka bërë pushimet. Edhe kjo pastaj ky emër e ka përcjell edhe sot. Dhërmiu është emri më i njohur në Shqipëri si vend turistik edhe kuptohet mund të kenë çmime pak më të larta ose në pjesët tjera të qyteteve tjera dhe në baninëve tjera pushuese. Po nuk janë çmime ashtu si njerëzit i përfolin edhe atë që unë e lexoj. Janë çmime të arsyeshme, janë çmime të cilat këtë vit janë pak më të larta, ashtu siç janë edhe në Prishtinë më të larta, edhe vende tjera më të larta, po janë çmime domethënë që përballohen. Përveç bukurive dhe atraksioneve të ndryshme që ka Dhërmiu, këtu pushuesit gjejnë një ofertë të volitshme varësisht prej kushteve që kërkojnë të i kenë përgjatë qëndrimit. Ky hotel ofron pjetjen në kushte shumë të mira, me dhomra shumë komode, janë të mjaftueshme për familje. Ofron ushqim mëngjesin falas për ata klientët tanë, plazhin falas, njëkohësisht edhe një xhiro të vogël me disa mjetet të bukura të lezetshme që kemi ne. Për të shijuar pushimet, padyshim që duhet të ushqehemi shëndetshëm dhe me gjëra të freskëta. Ushqimet ka një shumëllojshmëri ushqimesh. Pothuajse nga të gjitha zharrat e ushqimit, duke filluar nga sallatat, nga mishrat, gjitha llojet e mishrave, supat, padyshim produktet e detit të gjitha një shumëllojshmëri produktesh. Antipastat ftohta, antipastat ngrohta, një peshk i freskët cilin ne gjuajmë vetë me kemi peshkatarët tanë, peshkareggjat tona që gjuajnë peshkun. Pijet, banaku është i plotësuar, ka një bar perfekt nga gjitha llojet e kokteleve, gjitha llojet e verave. Ky vend egzotik është oferta më e mirë për kënaqësi dhe pushime të paharrueshme.